Në një reagim për mediat, zëdhënësi i antikorrupsionit në Partinë Demokratike Genta Vangjeli deklaroi se aksioni për shëmbjen e ndërtimeve pa leje në liçenin e Farkës është vetëm një spektakël për syefaqe dhe nuk reflekton një luftë reale ndaj ndërtimeve të palishme. Sipas saj, nëse aksioni do të ishte i sinqert, Ministria e Shtetit për Mbrojtjen e Territorit Koçiu do ta kishte nisur ndërhyrje në qendër të Tiranës, aty ku po ngrihen kulla dhe ndërtime luksoze që shërbejnë si lavatriçe për pastrimin e parave. Pak ditë më parë, Ministra e Brendshme Albana Koçiu, shoqëruar me nënkryetarin e Bashkisë Tiranë, drejtorin e përgjithshëm Policisë Shtetit, drejtoreshën e IMT, inskenuan një tjetër show publik në liçenin e Farkës për treguar për kushtimin e qeverisë kundër ndërtimeve pa leje. Nëse ky aksion do ishte real, Ministra Koçiu duhet kishte filluar punën e saj vetëm disa metra larg zyrës cilës drejton, pikërisht në qendër të kryeqytetit, aty ku ngrihet kull pas kulle. Vangjeli shtoi se qeveria nuk guxon të prekë ndërtime në qendër të kryeqytetit, duke i lënë të paprekura, ndërkohë që në liçenin e Farkës ndërhyrjet shihen si të qëllimshme dhe mediatike. Le të fillonte me lejet e ndërtimit apo katet pa leje të Tiranas Rock, Book Building, Met Building Tirana, Ice of Tirana, West Residence, Kulla Pyll, Kubi Bllokut, Baun Tower e shumë të tjera. Pa harruar rezidencat luksoze se Tirana Festival City, Square 21, Fiori di Bosco, Tirana Splendor e 10 projekte të tjera gjigande që kanë rrethuar kryeqytetin me beton dhe parat pista. Sipas të dhënave të Partisë Demokratike, vetëm në 7 vitet e fundit janë dhënë leje ndërtimi për rreth 12 milion metra katror sipërfaqe banimi dhe komerciale, shumica e të cilave ndodhen në zonat më të lakmuara të Tiranës. Kullat të reja nisën të ngrihen njëra pas tjetrës. Sot, 1 metër katror në këto godina shkon deri në 5.000 euro, një çmim sigurisht i papërballueshëm për banorët e thjeshtë, të cilët nuk kanë vend në to. Prandaj, shumica e tyre janë bosh. Tregues i qartë i pastrimit parave që po ndodh në sy të të gjithëve. Partia Demokratike i bën thirrje SPAK-ut që të nisë hetimet mbi disa aspekte kryesore, lejet e ndërtimit, të dhëna dhe zbatimin e punimeve sipas tyre, burimin e fondeve dhe skemave të mundshme të pastrimit të parave, që qëndrojnë sipas projekteve, si dhe lidhjet e ndërtuesve me funksionarët e lartë shtetëror.